të çdo sezoni që nëse dikush është ndjerë i frymzuar nga fjalët e mia, ka qenë gjithmonë qëllimi im, dhe nëse dikush është ndjerë i lënduar apo i thyer nga fjalët e mia, nuk ka qenë asnjëherë qëllimi im. Për ta mbyllur, kam zgjedhur diçka fantastike që Paolo Sorrentino thot tek kryevepra e tij Partenope. Para se të shkojmë tek pamjet e Selin me fikën e dritave, mos harroni, në fund do të ngel vetëm ironia. Natën e mirë dhe paçi fat. Se s'ka pse i di Selin këto, Selin e jam me mua se do të shkojmë në shtëpi që të fikësh llampat dhe dritat. Po pra. Shumë urime. Selin ishte vetmja fituesi që nuk fiku llampat e shtëpisë, dritat e shtëpisë. Fiku dritat. Do ta shohim vetëm pas pak nga. Vazhdon Monika, s'ka celulit thot. Të fikur dritat, do ta shohim vetëm pas. Ishta me falendëru shumë produksionin e Big Brotherit, ishta me falendëru Sarën, ty, Sajmirin, edhe gjithë faleminderit shumë për këtë rrugtim, se unë fakt kam hi për me i bo veç 2 javë, edhe kam shku deri në fund, faleminderit shumë, jam gjithmonë mirënjohëse për juve, edhe Arbrin edhe Monikën normal, edhe jam shumë mirënjohëse që unë dal nga kjo shtëpi dhe eci me kry lart, faqe bardhë, kështu që jam shumë krenare për vetën tanë. Më vjen mirë. Ç'a do bësh në këtë verë? Për te këtyre gjërave që tha Mateo. Komentare të fundjavë ndryshe. Po, kjo po. Çështjen e planeve, Big Brother më ka dhënë një super dhuratë që është publiku dhe mbështetësit e mi, dhe jam shumë e bindur që do mundohem të mbaj sa më afër vetes me projekte të reja dhe me shumë dashuri nga Shalina. Mateo? Si fillim, kemi nevojë Mendoni se Selin do të futet në televizionin? Edhe gënjeja, nuk ka problem. Ti ke shpifse. Gënjër Juela se ke thënë shumë herë këtë gjën, publiku ka ditur. Ti ke dalë me kokën ul got. Ti ke dalë me kokën ul nga ky show. Unë shpesh herë kam bërë vetën time për ta mbrojtur. Shkëputemi për pak minuta. Absolutisht, Më pas për përshëndetjet e fundit nga kjo studio dhe për atë që është komentuar shumë. Do të çojmë fituesen që të fik dritat e shtëpisë për këtë sezon. Po pra, se nuk. Qëndroni me ne, mos i largoni. Rogerti le do faktikisht. Ajo shoqja jote, Jeluena, ka kërcnu atë kunatën tëme me i thënë mos më ultu. Çarova nej. Ajo shoqja jote pra. Unë nuk mbaj përgjegjësi. Irena është një jull bote, moj të dua, moj. Qa thot ky? Që Rogerti ka ardhur duke përdorur emrin e familjes time dhe duke përgjigjëstruar fjalën, kjo është e vërtetë, Rogert. Se ka fakte dhe janë të thëna nga gruaja jote.